Mbrëm në qendrën klinike universitare të Kosovës ka ndruar jetë Haxhi Thaçi, babai i prezidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili prej disa vitesh gjendet në Hagë, i arrestuar pas një akt akuzë të ngritur nga gjykata speciale. Hashim Thaçi para disa ditësh vizitoi babain e tij, i cili ishte në gjendje të rëndë shëndetësore në Çikuqë. Vizitë kjo e cila ju lejua pas disa refuzimeve radhazi për vizitë nga gjykata speciale e Kosovës. Ndjeri Haxhi Thaçi varroset nesër në varrezat e fshatit Broj të Skënderajt. Por, sa do të lejohet Hashim Thaçi të merr pjesë në varrimin e babait të tij, kjo ende nuk dihet. Mirë, po nëse kthehemi në retrospektivë dhe shikojmë rastet e vdekjes familjes që kanë pasur bashkëluftëtarët e Hashim Thaçit që gjendet në Hagë, atëherë del se me shumë mundësi atij do të refuzohet një pjesëmarrje në varrimin e babait të tij. Kjo pasi që Kadri Vesilit i kishte vdekur babai në vitin 2021 dhe nëna në vitin 2022 dhe në asnjërin rast nuk ishte lejuar pjesëmarrja në varrimin e tyre. Sikondër se edhe ishte burgosurit Nasim Haradinaj i kishte vdekur vllai në vitin 2023 dhe edhe atij nuk ishte lejuar pjesëmarrja në varrimin e vllait të vet.